Gazetarja Elnisa Agolli ka bërë një deklaratë të fortë lidhur me divorcin e këngëtares Gjensila Myrtezaj nga aktori Beskallaku, një mik i saj i ngushtë. Ajo ka ndarë mendimin e saj në lidhje me këtë ndarje, duke theksuar se ndonjëherë është më e mençur të shkëputesh nga një marrëdhënie që nuk funksionon, pavarësisht presionit social. Agolli ka theksuar se shumë individ ndihen të detyruar të qëndrojnë në marrëdhënie për shkak të pritshmërive të shoqërisë dhe frikës nga gjykimi i të tjerëve. Ajo e sheh ndarjen si një hap të guximshëm dhe të nevojshëm për të dy palët, duke i dhënë mundësinë të rriten si individ. E kam shumë xhan dhe ka bërë shumë mirë që është ndarë, tha ajo duke e mbështetur vendimin e Kallakut. Kjo deklaratë tregon se Agolli ka një lidhje të fortë miqësore me të dy artistët dhe e kupton situatën e tyre emocionale. Më tej Elnisa ka komentuar edhe për muzikën e Beskallakut, duke theksuar se ai shpreh ndjenjat e tij përmes teksteve të këngëve. Kjo tregon se arti mund të jetë një mjet për të përballuar ndarjet dhe sfidat personale. Ai flet përmes teksteve të veta, duke ju referuar atyre këngëve që unë dëgjoj. Them që zgjidhja më e mirë është kthimi te vetja dhe ecja përpara pa e kthyer kokën pas, tha ajo duke e sugjeruar se vetë reflektimi është çelësi për të kaluar përpara. Kjo situatë e ndarjes ka nxitur diskutime të shumta në media dhe në rrjetet sociale, ku fansat e dy artistëve shprehin mendimet e tyre. Disa e mbështesin vendimin e Kallakut, ndërsa të tjerë shprehin keqardhje për fundin e kësaj marrëdhënieje. Agolli me fjalët e saj ka sjellë një perspektivë të re mbi ndarjen, duke e parë atë si një mundësi për rritje personale. Ajo inkurajon të tjerët që të mos kenë frikë nga ndryshimi dhe të kërkojnë lumturinë e tyre pavarësisht rrethanave. Me këtë rast, ndarja e Gjensila Myrtezaj dhe Beskallakut shërben si një kujtesë për të gjithë ne se ndonjëherë është më e rëndësishme të jemi të lumtur dhe të përmbushur si individ, sesa të qëndrojmë në marrëdhënie që nuk na sjellin gëzim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.